Zakonisht flasim për ushqimin, për kuzhinën, por sot do të flasim për ata që arredojnë kuzhinat. Dhe jo vetëm, kuzhina, hotele, bare, një mori e pafundme arredimi. Arjanit Bici, Arredofab, mirë se erdhe në Food Lovers podcast. Faleminderit Ardeta, urime dhe përgëzime për organizimin e këtij podcasti. Faleminderit dhe kënaqësi do ndajmë sot disa biseda të biznesit tuaj, por jo vetëm. Pra edhe çfarë fshihet pas Arredofabit, pas profileve të atyre që e menaxhojnë, e administrojnë, pas atyre që e kanë sjellë deri këtu në fakt, pas 20 vitesh kompanie. Kënaqësia është dhe imja. Dhe unë do mundohem të shpjegohem më së miri mbi historinë e kompanisë tonë kaq vjeçare. Në fakt një ndër arsyet që unë vendosa për të bërë një podcast, edhe pse shpesh i them vetes që shiko, është gjë e dur apo jo, është profili jot apo jo, e bën në mënyrë perfekte apo jo, për çfarë rëndësi ka. Gjithmonë them që duhet ta marrim guximin, ta hedhim hapin dhe ta zhvillojmë atë që kemi në mendje të bëjmë në një formë apo në një tjetër. Dhe një nga arsyet që po thoja, do doja që të sillja pak në pa çfarë ka përtej atyre kompanive që një klient i thjesht sheh. Pra përtej rrjeteve sociale që gjithkush mbase ndjek dhe shikon, kush është në të vërtetë kompania dhe se si ka ardhur kompania deri aty, për që një model frymëzimi pse jo, dhe për të ndarë gjërat reale, ato çfarë kanë bërë këto kompani të jetë sot këtu. Atëre, Ardeta, unë do thosha që suksesi i një kompanie jo domosdoshmërisht varet nga çfarë përcillet në rrjetet sociale. Në gjykimin tim, çfarë përcillet në rrjetet sociale duhet të jetë korrektisht ekuivalente me çfarë ti je realisht dhe çfarë ti përfaqëson në treg. Çfarë dua të them me këtë? Shohim plot kompani të cilat në rrjetet sociale paraqiten si kompani lider, po themi, ose kompani të cilat të strukturuara, pretendojnë që mund të jenë të strukturuar, por realisht nuk janë në nivelet në atë nivel çfarë paraqesin ata vetë. Çfarë paraqiten për rrjetet sociale. Dhe në gjykimin tim, kjo është gafa më e madhe që mund të bëjë një kompani. Nëse nuk ka përputhshmëri të asaj që ti përcjell në rrjetet sociale me atë çfarë ti realisht je, për mua është një bumerang një bumerang. Përkthehet një bumerang. Do t'i kushtoj shumë. Lidhur me këtë, desha të thoja që Arredofabi është një kompani e cila është strukturuar mbi baza reale. Fillimet e veta i ka prej gati 3 dekadave tashmë, nga viti 1996, mos gaboj, periudhë në të cilën nuk njiheshe marketingu digital apo rrjetet sociale. Në atë kohë dhe telefoni nuk ishte shpikur. Çfarë dua të them me këtë? Është një kompani e cila është ngritur mbi baza reale, konsistente dhe korrekte në raport me sjelljen ndaj klientit, e cila në vlerësimin tim është baza dhe thelbi i suksesit. I gjithë vijshmërisë. Në ato vite, kur ti thua pra rreth 3 dekada, as mund ta imagjinoj se si ka qenë të bëjë një arredim të një bari apo një restoranti.
duke mos patur asnjë lloj pajisje teknologjie për punimi, prodhimi që më pas e futët edhe si repart në kompaninë tuaj, sepse mendoj që në fillim ka nisur thjesht si kompania redimi apo jo? Po, fillimin e veta i ka si një kompani e cila ishte mbi vendosur mbi bazën e tregtimit të pajisjeve në pjesë. Jo, apo vetëm në jo pjesë? në blok, në pjesë, po themi. Dhe gradualisht, duke qenë se kompanisë i ka takuar të bashkëpunojmë dhe me firma ndërkombëtare kryesisht italiane, sigurisht duke qenë se ne i kemi vizituar këto kompani, jemi munduar të marrim ose të kopjojmë në mënyrë sa më korrekte mënyrën se si ato janë zhvilluar në tregun ndërkombëtar. Kështu që jemi munduar disi të kopjojmë kompanitë që janë lider në këtë fushë. Ju ishit pjesë e këtij profesioni? Pra, çfarë e bëri Arredo Fabin të lindte? Jo, ne në fakt nuk kemi qenë, po themi, nuk kemi qenë të profilizuar dhe të arsimuar dhe të shkolluar mbi arredimet. Kjo ka ardhur në mënyrë si gjithë ne, ka ardhur në mënyrë rastësore, por kuptohet në momentin që lindi pasioni, ndizet ajo ideja. Ndizet ëndra, dhe kur pasioni vihet, mbi vendoset mbi ëndrrën, pastaj fillon rruga e realitetit. Kush ka qenë ai bashkëpunim që në një farë mënyrë apo një tjetër ka vendosur, si të thuash, suksesin, më saktë ka vulosur suksesin e Arredo Fabit, sepse shpesh herë mënyra se si ne përzgjedhjem ta menaxhojmë një biznes, momenti i cili është vendimtar në bashkëpunime të caktuara me kompani të ndryshme apo me individ të ndryshëm, mendoj që është shumë i rëndësishëm dhe vendimtar në ato çka zhvillohet biznesi mëtej. Ju përmendët pak më parë marrëdhënien me Italinë. Sigurisht duhet të ketë qenë një kompani italiane, pra apo një individ që ju e keni krijuar këtë marrëdhënie dhe mbase pastaj ka kontribuar që ju ta zhvillonit kompaninë dhe të ecnit në rrugën e duhur. Sigurisht ne në rrugtimin ton kemi qenë po themi edhe të ndihmuara nga kompani italiane, dhe një ndër partnerët ton kryesor është një miku jon prej 25 vite, i cili na ka dhënë mundësinë, na ka dhënë shtysën, idet për ta zhvilluar këtë aktivitet. Megjithatë, unë do gjykoja dhe mendoj që suksesi nuk është një recetë. Sepse nëse do ishte një recetë, do ishte shumë e thjeshtë. Nëse s'doja u jepje, do e vjetnin personat të tjerë dhe do ishte shumë e thjeshtë për ta bërë. Do ishte shumë e thjeshtë për ta bërë dhe kam përshtypjen që do krijohesh vështirësia për të qenë lider, sepse do toni të gjithë në atë rrugtim, në atë recetë. Megjithatë, të qenit i suksesshëm sigurisht ka ato piketat e veta në të cilat duhet gjithkush nga ata që duan të jetë të suksesshëm të mbështetet dhe të referohet në mënyrë korrekte. Që do të thotë
për të qenë i suksesshëm duhet të jesh serioz, korrekt, fjalëmbajtës konsistent. Dhe konsistent, kuptohet. Po të kthehemi prap në vitet që ju keni hapur dhe po të vim prap këtu ku jemi, ka një diferencë goxha të madhe në zhvillimin e kësaj industrie. Që tek pjesa e investimeve që çdo sipërmarrës ka bërë në këtë sektor, por edhe që tek pjesa e mundësisë, se shpeshherë lufta jonë më e madhe e të bërit një gjë të re dhe një gjë që të tjerët mbase nuk e kanë parë ende, është të edukuarit të tregut dhe të klientit në këtë rast. Si ka qenë gjithë ky rrugtim? Pra, ju jeni rritur bashkë me klientin ose klienti është rritur bashkë me ju? Ka qenë e vështirë i gjithë ky rrugtim që klientit ju ndjek juve në të gjitha hapat që keni ndërmarrë, në gjithë zhvillimin e teknologjisë, për ta sjell në nivelin që është sot pjesa e arredimeve. Atëherë, unë do gjykoja që marrëdhënie klient kompani, furnitor kompani është një marrëdhënie e cila mbështetet mbi një bazë dhe rrugtim e cili shkon në raport të drejtë dhe korrekt. Pra, çfarë do të thotë? Që kompania në rastin tonë, kompania rreduese duhet të ketë dëshirën, pasionin, ëndrrën për të plotësuar çfarë kërkon klienti, ose mundësisht të imagjinoj atë çfarë klienti kërkon. Ka nevojë edhe pa e ditur. Jo vetëm atë që kërkon, por dhe ta imagjinoj përtej asaj që kërkon se çfarë klienti kërkon. Dhe ti përgjigjet kërkesës në mënyrë korrekte. Kur erdhi reparti prodhimit, prap një hap shumë i rëndësishëm në zhvillimin e asaj çfarë ju nisët me shumë problematika madhomendja që tek pjesa e menaxhimit stafit apo edhe gjetja e stafit duhur. Sigurisht. Ardhja e repartit të prodhimit sigurisht ka ardhur si rezultat i kërkesës klient furnizues. Por kjo ka ardhur dhe si rezultat i në periudha të caktuara të niveleve ekonomike në cilën ka kaluar vendi ynë, e cila nuk përballonte ose kishte vështirësi të përballonte arredimet të ardhura nga shteti fqin, po themi Italia, të cilat dinin me kosto relativisht të lartë. Dhe kjo pastaj na bëri relativisht të lartë, zgjatje në kohë që nga momenti i porosisë, prodhimi, importi, sillte një sër vështirësisë. Dhe gjitha këto pastaj na bën që të mendonim që prodhimi ta kishim bazë të kompanisë. Redofab është e themeluar nga ju dhe vllai juaj, Fredi, cilin e përshëndesim, cilin do të kisha shumë dëshirë të ishte këtu njësoj si ju, por ju gjithmonë i ndani detyrat, edhe këtë e di edhe në vijim të gjithë bashkëpunimeve që ne kemi patur. Si ka qenë partneriteti që të punosh pra të jesh ortak, po të jesh dhe me vllajin? Do me thënë, unë mendoj që një nga sukseset më mëdha të kompanisë Redofab në të rast është të bëni ortakri në duhur. Të qenit ortak, unë do e konsideroja vlerë. Dhe të qenit ortak me vllajin është vlerë në 4 orë. 2 herë më shumë. 2 herë më shumë.
sepse referuar njerive të mia, ortakëria është, në gjykimin tim, është fuqi. Nëse ajo menaxhohet në mënyrë korrekte, për mua është ideale. Është ideale, është fuqi. Në rastin ton, ajo ka prodhuar vërtet suksesin. Ortakëria me shkuaria me timvlla nuk është një fenomen i sforcuar, por është një fenomen i natyrshëm, e cila ka prodhuar suksesin. Për të qenë ortak dhe për të vazhduar gjatë, çelësi i suksesit është sinqeriteti, i cili duhet të jetë baza e çdo marrëdhënie. Nëse në një ortakëri përtej dhe vllazërisë do shtriheshi në raport me korrektësinë, sinqeritetin, ajo do ishte sukses, bara sukses. Ka qenë e vështirë ndarja e detyrave, ndarja e roleve, se kush do bëj çfarë, kush do marr përsipër çfarë, për të mos patur pastaj as përplasje, po për të qenë secili përgjegjës për atë çfarë bën. Çuditërisht ne jemi munduar t'u largohemi atyre formulave klishe, të cilat shpesh herë thuhet që detyrat në një kompani duhet të jenë të ndara. Ne këtë rregull mbase e kemi thyer. Dhe ka qenë bashkëaprovuar. Bashkëaprovuar. Unë do bëj çfarë di ti, ti do bësh çfarë di unë. Që dhe nëse kur si jam unë, ti do bësh ato që do mund zëvendësonit njëri tjetrin, pra do mbulonit shpatullat e njëri tjetrit. Dhe kurse ti, unë do bëj ato që di ti. Kështu që nuk kemi role të ndara. Pra secili bën ato çfarë gjithsesi, ne nuk përzihemi bën ato që nevojitet, që kërkon momenti. Unë kam vënë re në fakt edhe një gjë që është vimësi e kësaj që ju po thoni, që momentin që ti bisedon me Fredin dhe i thua kam folur me Arianitin, ashtu çfarë ke folur me Arianitin thjesht ma thuaj. Dhe njëjta gjë ka ndodhur edhe me ju. Kështu që kjo tregon vërtet një sukses dhe dashuri dhe dashamirësi dhe të gjitha komponentët që i nevojiten një bashkëpunimi, biznesi, por edhe familje. Kjo është pak dhe sigurt. Shumë kush na shef, shkuaria jon si vëllezër, si ortak, nuk është një shkuari e sforcuar për hir të ortakërisë. Është një shkuari vllazërore, ndjesore. Pra ne e ndjejmë njëri tjetrin si vëllezër, dhe për më tepër kjo nuk ka lindur sot. Nuk ka lindur në momentet që ne krijuam kompaninë. Pra, këtë nuk e ka konsoliduar biznesi. Kjo ka lindur që në Fiminigat. Ne bashkë kemi rritur, bashkë kemi ndetur, bashkë kjo ka qenë arsyeja pse punuar, bashkë kemi sakrifikuar, bashkë kemi luftuar. Bashkë. Është shumë e bukur në fakt. Edhe unë them shumë komplimenta. Shumë kush që na njeh na thotë që ju jeni për Guinness. Zoti na falt. Të personalizosh një projekt është luks apo sfidë? Kush ka qenë projekti më sfidues, që ka kërkuar ndoshta një gjë që ju ka vënë në një përpara një projekti të cilit nuk e kishit realizuar më përpara dhe në një modyshje nëse do ta realizoni dot? Atëherë, të personalizosh një projekt është në gjykimin tim është sfidë. Por kjo kuptohet
nga përmasat që ka projekti. Sepse në çdo rast të personalizosh projektin ngelet sfidë, por për më tepër kur projekti është i përmasave të konsiderueshme, ajo pastaj nuk është vetëm sfidë, por është edhe vështirësi. Po ilustroj me shembull në projektin që na është dhënë për të realizuar mbi arrendimin e Hotel Melias, i cili ndodhet në Lals të Durrësit, i cili ishte një projekt vërtet i përmasave të cilat ne nuk deri në momentin që e morëm përsipër për ta realizuar, nuk e kishim hasur herës tjetër. Nuk kishte pra një model të tillë, një projekt të tillë të mëparshëm që ti referohesh. Kështu që për ne ishte jo vetëm sfidë, por dhe një vështirësi e cila në fillimet e veta kishte pikpyetjet e veta. Mirë po, fal asaj dëshirës, pasionit, ëndrrën për të marrë përsipër dhe sfidat të tilla, ne ja dolëm me sukses. Dhe kuptohet mbas asaj sfide dhe vështirësie që ne kaluam dhe realizimit me sukses, projektet më mbas, të cilat kanë qenë po aq të mëdha, ju e kishit krijuar o shndruan në projekte normale. Kush janë sfidat që asnjë biznes sot, në biznesi juaj? Ato më të rëndësishme. Nëse do futemi në diskutimin e sfidave, ato janë të shumta. Por sfida më e madhe, e cila hasim në këto momente, është kompletimi i kompanisë me resurset njerëzore. Tashmë është shndërruar në një vështirësi, pasi shohim që brezi kualifikuar ose po largohet, ose kam mungesë të dëshirës për tu specializuar, kështu që është shndruar tashmë në një sfidë reale. Ti paraprini dhe të gjeni zgjidhje duke me atë dëshirën për ta kapërcyer, ja kemi dalë. Nuk e di nëse është në planet tuaja apo e keni parë dhe opsionin e të marrit punojësve nga jashtë. Nuk e di sa relevante është kjo për industrinë tuaj dhe për specifikisht për kompaninë tuaj. Jo, por mendoj që është një mundësi. Ne e kemi konkretizuar si ide. Para pak kohësh kemi marrë një kontingjent punojësish nga India. Dhe na rezulton relativisht të mirë. Është një zgjedhje. Është një ndër zgjedhjet. Nuk e di sa të përfshirë janë fëmijët tuaj në biznes. Tani fëmijët kanë mbaruar universitetet ose janë në përfundim të universitetit. Duke qenë se jeni të dy bashkë, kështu që fëmijët do të dy palëve tani, do ishte një bonus si kompanisë nëse fëmijët rikthehen dhe punojnë dhe marrin komandat, ndoshta jo, po marrin rolet e tyre në kompani. Ëndra dhe dëshira jonë si prindër është që fëmijët mbas shkollimit të rikthehen dhe të jenë bashkëpunëtorë tanë. Akoma s'kemi ardhur në momentin e provës, por
në rrugën e sipër do shoh. Çfarë nuk ka realizuar ende Arredofab? Kush është ai projekt që qëndron sirtar për të pritur për të gjetur bashkëpunëtorin e duhur? Njeriu, sidomos personat që janë të përfshirë në fushën e biznesit, vdesin për fat keq, vdesin larg asaj që ndrojnë. Çfarë do të thotë kjo? Ëndra jonë është gjithmonë të investojmë. Në këtë pikpamje, planet e kompanisë janë interesante dhe shumë shpejt do i bëjmë konkrete. Teknologjia në fakt ka avancuar në hapa gjigande dhe po të vish të vizitosh showroomin Arredofab, shikon pajisje nga më të fundit në procese në fakt që ne nuk i kishim menduar më përpara, siç mund të jenë disa lloj furresh që bëjnë disa procese në të njëjtën kohë, të ndara në temperatura të ndryshme, me kohë të ndryshme. Investim goxha i madh është edhe ky që ju keni sjell në teknologji. Dhe gjërat e reja vazhdojnë dhe na surprizojnë. Ne në fakt jemi munduar të jemi të kujdesshëm në raport me teknologjitë që dalin rishtas në treg dhe jemi munduar që teknologjinë ta sjellim në tregun shqiptar pa e vonuar. Dhe një ndër teknologjitë që ju sapo lart përmendur është dhe marka racional, e cila është një furrë inteligjente. Është një ndër markat lider në sektorin e vet, për sa i përket teknologjisë dhe mënyrës se si ajo gatuan. Tek pjesa e teknologjisë, në fakt isha kurioze kush janë trejat më të fundit që janë futur në industri. Teknologjia e gastronomisë është një në fakt është një shkencë më vete. Që evolon çdo ditë. Është teknologji e cila evolon çdo ditë. Punohet çdo ditë, studiohet në çdo kohë dhe është një fushë e cila nuk ndalet. Kam parasysh këtu se bëj analizën retrospektive, pasi ne jemi dëshmitar të rregullt të mënyrës se si ka evoluar teknologjia në gastronomi. Dhe kur bëjmë ato analizat me të shkuarën, në momenti që ne e kemi filluar si aktivitet, vërtet janë mbreslënëse. Vërtet janë të jashtëzakonshme. Në fakt pak më përpara, pak muaj më parë në Panairin Horeca, pash një mënyrë tjetër të shërbëri, një lloj roboti që i vendoseshin të gjitha dhënat në cilën tavolinë do shkonte, çfarë duhet bënte, i jepeshin gjitha komandat dhe një robot që vinte vërdall nëpër ambientin e Panairit. Nuk e di se sa funksionale do të jetë, edhe sa e mirëpritur nga ana e klientit, po. Dëgjoj, Ardeta, ti më përmende një risi teknologjike e cila në gjykimin tim është vetëm një gjë që më bën pesimist. Dhe di pse? Nga momenti që njeriu do mbasi kontaktin njeri me njeri, për mua do filloj të degradoj emocione. Unë nuk jam optimist mbi këtë zhvillim teknologjik. E shoh bilesh diçka shumë
anormale. Ajo e ka një arsye, sigurisht, pasi dalim tek problematika e resurseve njerëzore, të cilat sa vinë e po bëhen më të vështira. Dhe kjo ka bërë pastaj që njerëzimi të mendoj të zvendësoj njeriu. Por për mua është ndër të paktat zhvillime teknologjike që nuk më bën optimist. Nëse, edhe këtë duhet ta bëjmë në funksionin ton, mund ta përdorim për të marrë enot e paçara, për të bërë pastrimin e tavolinës, për të bërë disa punë që tashmë njerëzit refuzojnë t'i bëjnë. Meqense pjesën e arredimit mendoj që deri diku e zauruam, por sigurisht nuk mund të kaloj pa patur një pyetje rreth ushqimit, rreth gatimit, rreth asaj çfarë e lidh arredimin me kuzhinën. Sa gatuan Arianiti? Pikë së pari, Ardeta, unë jam person që e shijoj ushqimin. Ti je një food lover, sigurisht. Unë e provoj ushqimin dhe frekuentoj fatmirësisht si kompani përfaqësohem nga klient më të mirë që ka vendi, dhe për fat mirë më duhet të shkoj të provoj ushqimet më të mira që gatuajnë restorantet shqiptare. Ty të duhet të testosh dhe pajisjet, jo për gjë. Sigurisht, po më duhet dhe të respektoj klientin. Sigurisht. Dhe përveç se jam një degustator i mirë, jam dhe një kuzhiner i mirë në orët që më takon që mund të më takoj për të gatuar. Në orët që të mbeten. Po themi të dielave, se vetëm ajo është momenti që unë mund të gatuaj. Pra të dielën, familja bën festë. Unë gatuaj shumë mirë. Kush është një nga recetat që ti mendon se e qan, ose je më tepër tek mishi apo peshku? Jo, jam pastat italiane. Okej. Unë i qaj pastat italiane. Duhet ta provojmë, Arianit. Kështu me të thënë. Patjetër. Kështu me të thënë nuk besojmë. Nëse do na jepet mundësia, do të demonstrojmë që gatuaj mirë. Pajisjet i kemi, kështu që mos rreziko. Do të demonstroj që gatuaj mirë. E kuzhinën e kemi në dispozicion, kështu që të bëjmë të na provosh. Sigurisht. Nuk do mungoj. Me gjithë arredimin e super kuzhinave në Tiranë, Shqipëri dhe mbase dhe jo vetëm, mbase dhe jashtë saj. Jam kurioze se si është arreduar kuzhina juaj, kuzhina e familjes tënde. Kam përshtypjen që nuk mungon asgjë, apo jo? Kjo pastaj ha diskutim, sepse një shprehje e hershme shqiptare thotë ustaj shpinën e vet e ka të prishur. Kështu që megjithatë, edhe në familjen time makineritë bazike nuk mungojnë. Kush është një pajisje që nuk duhet mungojë në kuzhinën tonë? Po themi furra, e cila është baza e kuzhinës. Dhe unë kam në shtëpi furrën racional. E pra një furrë si racionali, racionalin e shtëpisë, sepse racionali është nivel industrial, por ajo në formatin e vet ka dhe një pajisje e cila përdoret edhe për shtëpi. Dhe është po kaq teknologjike sa dhe në ambientin industrial. Ka të gjitha recetat. Të gjitha recetat. Ajo është në fakt është zgjidhje. Në formati, sigurisht që ndihmojnë, sepse ti nuk ke nevojë të zgjedhësh temperaturë, të zgjedhësh minutazhin, të zgjedhësh lagështinë, të zgjedhësh kohën. Ajo i bën në mënyrë inteligjente. Por ajo të instrukton, pra në momentin që ka recetën, ajo të jep recetën eksakte se çfarë niveli teknologjik i saj e bën të mundur kontrollin e maturimit të ushqimit, kontrollin e lagështisë, i cili duhet ketë ushqimi përkatës, në varësi të recetës, produktit që ti të zgjedh, dhe mbi të gjitha është teknologji e cila të akseson brenda të njëjtës hapësire dhe kohe gatimin e disa
produkteve, Disa pra të gatime në të peshkut, njëjtën të kohë. mishit, të zarzavateve, Pa u qoftë miksuar edhe të mbërësirës, aromat. pa u miksuar aromat. Është Kjo është shumë teknologji e interesante. cila është unike. Kjo është shumë interesante dhe unë nuk e dija që racionali ishte edhe për përdorim familjar. Mendova është- që po, do ishte është dhe për përdorim vetëm familjar. industrial. Është dhe problem. Edhe mentaliteti mbi investimin në qoftë në Ka kuzhinën ndryshuar. industriale dhe qoftë në kuzhinën Familjare. familjare ka ndryshuar, ka evoluar, kërkojnë makineri më të avancuar, moderne, më teknologjike, luksoze. më patjetër. Me rritjen e konkurrencës, sigurisht që janë rritur edhe kërkesat. Kam përshtypjen që në vitet e fillimit, nëse një sipërmarrës, pra një pronar, hoteli, restoranti vinte për ta rreduar kuzhinën, besoj që kërkesat e tij ishin bazike. Të kishte flakët që i nevojiteshin, mbase një zgar dhe maksimumi një furrë. Ndërsa sot mendoj që konkurenca na ka bërë duam apo s'duam ne të vim në tjera nivele, të kërkojmë të tjera kushte, të tjera pajisje, të kërkojmë teknologji për të qenë konkurrent. Si e shikoni ju këtë? Në vlerësimin tim, pikërisht konkurenca sjell zhvillimin. E ka nxitur Ka nxitur kërkesën. zhvillimin. Se nëse në të kaluarën tonë në një kuzhinë, në një arredim kuzhine kërkoheshin gjërat bazike, tashmë pikërisht fal konkurrencës, fal zhvillimit, fal evoluimit social, është mbritur dhe arritur që të bëhen arredime kuzhinat të nivelit mbase që nuk janë të aplikueshme dhe në tregjet ndërkombëtare. Kjo nuk ka dyshim në fakt, nëse ti shkon në Europë, në vendet fqinje, nuk ka investime kaq të reja dhe kaq luxury sa që janë bërë në Shqipëri. Për shumë arsye, se nuk dua të hy analizës se si janë bërë dhe pse janë bërë, por për sa kohë kanë sjellë një zhvillim dhe një emancipim të ndoshta mentalitetit ton, por edhe ekonomisë, se sigurisht ne ofrojmë tashmë një standard shumë të lartë, mendoj që vlen dhe na ka përmirësuar. Dhe sigurisht edhe ju ka përmirësuar edhe punën e stafit edhe kuzhinjarëve, sepse unë duke qenë se jam marrë pra në shumë vite me pjesën e mentorimit, punësimit të stafeve, shefave të kuzhinës, një nga gjërat, pikat e dobta kanë qenë kuzhinat, të pa arreduara siç duhej, me një kapacitet klientësh, me një fluks pune për të superuar, por nga ana tjetër me mungesë pajisjesh dhe infrastrukture të frikshme. Kjo tashmë tek ne është niveli arredimit në investimet shqiptare është kategori mbi mesatare. Është një nivel arredimi të cilën ne vështirë se mund ta shohim dhe në vendet më të zhvilluara europiane. Janë nivele të tilla aq sa dhe ndërkombëtarët shprehin habi se si ka mundësi që një vend i sapo dal kaq vite, kaq pak vite, se nuk mund të themi që kemi vite të konsiderueshme për të mbritur një nivel zhvillimi të tillë. Po flas për sektorin tonë, kuptohet. Arianit, kënaqësi të kisha në këtë podcast për të ndarë së bashku jo vetëm sukseset, në fakt po edhe sfidat, momente të cilat janë po aq të rëndësishme për ta çuar një biznes përpara, për të i kaluar, për ta zhvilluar, për ta konsoliduar dhe për ta pjekur, për të ardhur në pikën ku biznesi juaj është sot. Kënaqësia ishte e imja për ditë. Dhe do rishihemi në projekte të reja, në projektet e radhës, sepse Food Lovers ka ende projekte për të bërë. Dhe në projektin e radhës, dhe në podcastin e radhës do jemi më të përgatitur dhe më artikulativ.
kjo nuk është një domosdoshmëri. Është e nevojshme. S'është Unë mendoj që domosdoshmërisht të qenit i vërtet dhe të ndajmë emocionet së bashku. Kënaqësi, faleminderit. Faleminderit.